Hetimet e nisura nga SPAK në ndaj zvend kryeministres së pezulluar Belinda Balluku kanë avancuar me marrje në pyetje të një sër biznesmenësh që kanë përfituar fonde publike përmes tenderave të fituar në disa lote të projektit të Unazës së Madhe. Faza e marrjes në pyetje ka nisur menjëherë pas kontrolleve të ushtruara në subjektet e tyre private, gjatë të cilave janë sekuestruar telefona dhe pajisje kompjuterike. Këto materiale janë administruar dhe po i nënshtrohen ekspertizës në laboratorin kibernetik të SPAK. Biznesmeni i parë që është thirrur për të dëshmuar ka qenë Ram Geci, i cili është paraqitur javën e kaluar dhe është marrë në pyetje nga një oficer i Byros Kombëtare të Hetimit. Ndërkohë pritet që fletëthirrje të marrin edhe biznesmen të tjerë që sipas burimeve kanë zhvilluar takime apo komunikime me Ballukun në kohën kur ajo drejtonte Ministrinë e Transporteve dhe Energjisë. Lista e personave që do të pyeten përfshin zyrtar të ministrisë dhe përfaqësues të kompanive përfituese të tenderave. Sipas prokurorisë së posaçme, disa prej tyre dyshohet se kanë diskutuar paraprakisht ndarjen e loteve për punimet në Unazën e Madhe. Deri tani, asnjë prej biznesmenëve nuk është shpallur zyrtarisht nën hetim. Ndërkohë, Balluku akuzohet për paracaktim të fituesit në tenderin e tunelit e Logarës dhe për shkelje në 7 procedura që lidhen me dosjen e Unazës së Madhe. Më 31 tetor, ajo u mor zyrtarisht e pandehur nga SPAK dhe ndaj saj u vendos masa e ndalimit të daljes jashtë vendit dhe pezullimi nga detyra. Më pas, prokuroria kërkoi në kuvend autorizim për arrestimin e saj, por shqyrtimi i kësaj kërkese është shtyrë disa herë nga Komisioni i Mandateve.